تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، gjithë lavdia takon vetëm Allahut, atë lavdrojmë dhe i shprehim lavdi, prej tij kërkojmë ndihmë dhe prej tij kërkojmë falje, kërkojmë mbrojtje tek Allahu nga keqja e vetes son dhe nga të këqijat e veprave tona. Kë udhëzon Allahu s'ka kush e devijon dhe kë e devijon Allahu s'ka kush e udhëzon. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të drejtë përveç Allahut një, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival, dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Salavatet dhe selamet e shumta të Allahut qofshin për të, për familjen e tij dhe të gjithë shokët e tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Mëtej, o Zoti ynë, ti je i lartësuar dhe i pastër nga çdo emet, ne nuk dim asgjë posa asaj që na ke mësuar ti, në të vërtetë ti je i gjithdituri, i urti. O Allah, na bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi, na shto diturinë, na përmirëso gjendjen tonë tërësi dhe mos na lër të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Mëtej, vazhdojmë me leximin dhe komente në lidhje me ajetet e Allahut subhanahu wa taala në librin e tij të madhrishëm. Jemi te ajeti 12 i surës Al-Mulk, ku Allahu i lartësuar thot: Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Do të thonë, ata të cilët i friksohen Zotit të tyre në fshehtësi, atyre u takon falje dhe shpërblim i madh. Ky ajet vjen pas ajeteve që flasin për dënimin e mosbesimtarëve dhe kërcënime për mosbesimtarët. Dhe gjithmonë Kurani në aspekte e tregon të mirën dhe të keqen, edhe i tregon shpërblimet për ata që bëjnë mirë dhe dënimet për ata që bëjnë keq, dhe ka përgëzim për shpërblime dhe për vepra të mira, dhe ka gjithashtu kërcënim për dënim, paralajmërim. Do thotë, të gjitha, çdo herë i gjejmë të dy aspektet, do të thonë, në secilën çështje në librin e Allahut. Edhe këtu pasi u përmendën dënimet ose kërcënimi për mosbesimtarët, edhe çka i pret ata prej dënimit nëse nuk kthehen dhe nuk pendohen, në vazhdim përmendet shpërblimi ose përgëzimi për besimtarët. Ka thënë: Innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Do të thonë ata të cilët i friksohen Zotit të tyre me ghaib. Do të thonë duke besuar në ghaib, duke besuar Allahun subhanahu wa taala, edhe pse nuk e kanë parë, besojnë, bindshëm dhe i friksohen atij. Fjala yakhshawun, do të thonë, është folje e fjalës khashje. Dhe khashje, do të thonë, një frikë që përmban madhrim. Do të thonë frikë me madhrim. Edhe kjo është vetëm nga robi për Zotin e tij subhanahu wa taala. Pra i friksohet Allahut, dhe gjithashtu khashje është frika më e madhe, më e thellë. Do të thonë frikë që buron nga njohja e Allahut të lartësuar. Do të thonë që njeriu me të vërtetë i friksohet, por kjo nuk është frikë si gjendje psikologjike e rëndë. Do të thonë frikë nga madhrimi i Allahut subhanahu wa taala. Pasi njeriu e njeh Allahun, do të thonë kur e njeh Allahun, e njeh se ai është Zoti absolut, i njeh emrat dhe cilësitë e tij, do të thënë, atëherë buron kjo frikë që quhet khashje. Edhe është përmendur, do të thënë, kjo fjalë është përmendur në vendet shumëta si lëvdat, do të thënë, walladhina hum min khashyati rabbihim mushfiqun. Do të thënë ata të cilët nga frika me madhrim për Zotin e tyre janë në gjendje, do të thënë, të friksuar. Dhe kështu, do të thotë, janë lëvdu ata të cilët kanë khashje ndaj Allahut. Innal ladhina yakhshawna rabbahum. Do të thonë ata të cilët
i friksohen me madhrim, me frikë të madhe, të thellë Zotit të tyre, bil ghaib, do të thonë në fshehtësi ose me fshehtësi. Do thotë edhe pse nuk e kanë pa Allahun subhanahu wa taala, por besojnë bindshëm në bindje, në besimin, do të thonë për të fshehtën, sepse kjo quhet besim. Përndryshe, ajo që shihet me sy ose që është e prekshme kështu me radhë, do thotë nuk i thuhet asaj besim. Ajo që arrihet me shqisa është realitet i dukshëm, kurse besimi në realitetin që nuk e sheh njeriu, që për cilën ka argumentet fuqishme, beson bindshëm në ta, do të thonë aty është shpërblimi, dhe kështu i ka thënë Allahu subhanahu wa taala këta njerëz të devotshëm. Edhe ka thënë se Kurani është udhëzim dhe është, do të thonë, dobi dhe përfitim për të devotshmit. Hudan lil muttaqin. Dhalika al-kitabu la rayba fihi, do të thonë ky është libri në të cilin nuk ka asnjë dyshim. Hudan lil muttaqin është udhëzim për të devotshmit, alladhina yu'minuna bil ghaib. Do të thonë ata të cilët besojnë në të fshehtën. Edhe këtu innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib, do të thonë ata të cilët i friksohen Zotit të tyre në të fshehtën, lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Do të thonë atyre u takon falje dhe shpërblim i madh. Do të thonë se ata patjetër se këta njerëz që i besojnë Allahut, edhe pse nuk e kanë parë, i besojnë fuqishëm dhe kanë frikë të madhe ndaj tij, ruhen, do thotë, çka do të thonë frika ose cili është rezultati i frikës. Pra frika ndaj Allahut subhanahu wa taala duhet patjetër të sjellë rezultate pozitive. Dhe ajo është bindja ndaj urdhrave të tij dhe ruajtja prej asaj që ka ndaluar Allahu subhanahu wa taala. Edhe, do të thonë, nuk i afrohet asnjë harami, duke ju friksuar Allahut. Mirë po megjithatë, njeriu bie në gabime, edhe ka dobësi, edhe rrëshqet shumë herë, do të thonë. Prandaj, nëse e ka këtë frikën e vërtet dhe beson bindshëm në Allahun subhanahu wa taala, atëherë atyre u takon falje. Edhe maghfira është përmendur e pasquar. Do të thonë, si quhet në gramatik arabisht, nekira. Do të thonë është e pasquar. Edhe kur përmendet një fjalë e pasquar në këtë mënyrë, do të thonë nënkupton falje të madhe. Do të thonë ndryshe do të kishte qenë nëse thuhet lehum el maghfira, atyre u takon falja, kurse kur thuhet atyre u takon falje, do thotë falje shumt e madhe, madhështore, edhe këtë e përforcon pastaj edhe tjetra që vjen në vijim, wa ajrun kabir, do të thonë edhe shpërblime të mëdha ose shpërblim i madh. Atyre u takon falje dhe shpërblim i madh, do të thonë se falja është shumë e gjerë edhe shumë e madhe, edhe gjithashtu shpërblimet që vinë nga Allahu subhanahu wa taala janë madhështore. Pastaj në ajetin vijim thot wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati as-sudur. Do të thonë ju fshihini fjalët tuaja ose shfaqini publikisht, Allahu është i gjithdijshëm për atë që ka në gjokse, për atë që ka në zemrat e njerëzve. Tani pasi u përmend kjo frika për në të fshehtën, do të thonë që robrit e vërtet, besimtarët e vërtet i friksohen Allahut, edhe pse nuk e kanë parë, edhe gjithashtu është edhe kuptimi se i friksohen edhe ata kur janë në fshehtësi. Gjithashtu i ruhen Allahut, do të thonë ruhen që mos e shkaktojnë zemrimin e Allahut, edhe kur janë publik, edhe kur janë në fshehtësi. Për këtë shkak ajeti i vijues thot wa asirru qawlakum, do të thonë fshihini ju fjalët tuaja, aw ijharu bihi ose shfaqini ato, publikojini, innahu alimun bi dhati as-sudur. Do të thonë Allahu është i gjithdijshëm për atë që ka në gjokse. Do thotë këtu, thot Allahu i lartësuar se tek Allahu nuk ka dallim, është diçka e fshehtë ose e dukshme për krijesat. Do të thonë parasysh është diçka që bëhet në publik ose bëhet në vetmi, në fshehtësi, ose është fshehtësia më e madhe, do të thonë vetëm ajo që është në zemër. Tek Allahu
do të thonë te dituria e Allahut janë të gjitha të barabarta. Do të thonë asirru qawlakum aw ijharu bihi. Do të thonë njësoj a i shfaqet fjalët e juaja ose i fshehet, edhe kjo fshehja e ka edhe kuptimin do të thonë që mos dalin as pak fjalët. Dhe ndryshe është ajo që thuhet, qoftë edhe fshehtas, nëse bën një plan ose komplot 2-3 veta fshehurazi, kjo është fshehtësi për shumicën e krijesave, por nuk është fshehtësi e plot për gjitha krijesat. Ka tjetër fshehtësi që është e pashfaqur as pak, do të thonë që është në zemër, edhe ajo që fshihet në këtë mënyrë, edhe ajo që shfaqet në mënyrë sekrete, edhe ajo që shfaqet në mënyrë publike, të gjitha tek Allahu janë njësoj. Edhe këtë kuptim e përforcon fundi i ajetit se thot innehu alimun bi dhati sudur. Do të thënë Allahu është i gjithdijshëm për atë që ka në gjokset e njerëzve. Do të thënë atë që atë fjalë, atë mendim, atë besim ose atë qëllim, nijet që e kanë në gjoks, që nuk e kanë shfaqur, që është më i fshehti që mund të jetë prej, do të thënë lidhje me krijesat. Pra tek Allahu subhanahu wa taala është njësoj. Si ka thënë Allahu në surën Ar-Ra'd, sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi. Do të thënë janë të barabartë të gjithë ata prej jush, ata që i fshehin fjalët ose ata që i shfaqin. Do të thënë njësoj janë në diturinë e Allahut, nuk ka dallim. Po ashtu ka thënë Allahu, wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akhfa. Do të thënë, nëse i shfaqni fjalët, i thonin publik, Allahu e di sekretin dhe atë që është më e fshehtë. Do të thënë, të tri këto nivele, edhe ajo që thuhet publikisht, edhe ajo që thuhet fshehtas, edhe ajo që mbahet në brendësi të gjoksit. Do të thënë Allahu i lartësuar i di të gjitha në mënyrë të barabartë. Nuk ka dallim te Allahu e fshehta dhe e dukshmja, që është për njerëzit. Innehu alimun bi dhati sudur. Do të thonë Allahu është i gjithdijshëm për atë që ka në brendësinë e gjoksit. Do thotë, siç tham, nijetet që janë zemër, që nuk ja ka shfaq njeriu as kujt, madje as vetvetes, nuk ja thot. Do të thonë atë që ka nijet në zemër, atë që ka synim në zemrën e tij, mendimet që i ka, planet, ose gjithashtu besimet e akides, do thotë besimin, pa marrë parasysh edhe munafikët, të cilët shfaqen si musliman para njerëzve, kurse në brendësinë e zemrave tyre kanë kufër, ose ata që shfaqen si pasues sunetit, mirë po në zemër e kanë dashurinë për bidatin, ose ata që ruhen prej mëkateve në të dukshmen, mirë po në zemër kanë dëshira për të bërë mëkate. Do të thënë, çdo gjë që ka të bëjë me mendimet ose besimet dhe bindjet, edhe nijetet, edhe mbarjen e veprave. Do të thënë Allahu subhanahu wa taala është i gjithdijshëm për nijetin që ka njeriu. E di për çfarë nijeti e bën veprën, edhe e di edhe atë veprën e mirë, a ka me nijet të mirë dhe për ta arritur kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala, ose është me ndonjë nijet tjetër për ta ngopur një prej epsheve të tij, ose për si thuhet për inat dikujt. Do të thënë, dikush e bën veprën e mirë për inat të dikujt. Dikush për hatër dikujt. Prandaj nijeti është ai që i dallon veprat. Do të thënë nijeti dallon dy aspekte, i dallon veprat, e dallon njërin lloj të veprës prej llojit tjetër. Do të thënë, për shembull namazin e drekës prej namazit të ikindis, me nijet e dallon njeriu. Gjithashtu e dallon për shembull një prej lloji obligimit, do thotë është obligim ose është ibadet vullnetar. Dhe në gjitha këto i dallon nijeti. Dhe diçka që është edhe më e rëndësishme, me nijetet, do të thënë dallojnë a është vepra për Allahun subhanahu wa taala dhe është me nënshtrim ndaj Allahut, apo është për diçka tjetër. A është me tauhid të pastër, me përkushtim të plot, me nënshtrim të plot, apo është me e përzier e njëllosur me diçka tjetër. Pra Allahu është i gjithdijshëm për di çdo gjë që ka në gjokset e njerëzve.
Si ka thënë Allahu, wa laqad khalaqna al-insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Do të thonë ne kemi krijuar njeriun dhe e dim çka i përshpërit zemra. Do të thonë edhe atë që është në zemër, që madje në ndonjë rast ndoshta edhe njeriu nuk është 100% i vetëdijshëm se çfarë niyeti ka ose çfarë synimi ka me një vepër ose një fjalë. Do të thonë mund të jetë jo se është totalisht ignorant ose i panjohur me qëllimet e veta, mirë po ndonjëherë edhe vetë mendon se është duke bërë mirë. Por Allahu subhanahu wa taala e di atë lëvizjen e zemrës dhe përshpëritjen e zemrës ose vezvesën e zemrës. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Edhe ne jemi më afër njeriut se damari i qafës ose damari kryesor i zemrës. Do të thonë është Allahu me diturinë e tij, me shikimin, me dëgjimin, me përfshirjen e plot të diturisë, do të thonë është më afër se sa e ka njeriu atë damarin kryesor ose aortën kryesore të zemrës. Do të thonë ka dituria e Allahut është më afër tij. Edhe kjo, siç kemi thënë, njohja e këtyre çështjeve, mësimi i akides ose mësimi i tefsirit, kuptimeve të ajeteve, duhet patjetër ndikojë në përditshmërinë e njerëzit. Këto punë, do të nuk janë vetëm për të mësuar teori, edhe për ditur për debat, domethënë. Por qëllimi është që njeriu të mësojë këto edhe të ketë parasysh. Pra gjithmonë të mundohet ta shërojë mangësinë e zemrës, duke e ditur se Allahu është mbikëqyrës i zemrës dhe e di çdo gjë që ka në të, dhe se Allahu është më afër tij. Vazhdimisht njeriu me këtë njohuri, kur e mëson këtë në teori, do të thonë duhet patjetër praktikisht në vazhdimsi ta mjekoj zemrën, edhe ta përpunoj këtë besim që ta pastroj, që zemra të jetë krejtësisht e pastër dhe e dorëzuar ndaj Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe në vazhdim ajeti tjetër, pasi është përmendur kjo dituri për të fshehtën dhe dukshmën edhe për sekretin më të thellë, thot Allahu, ela ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir. Do të thonë, a nuk di ai i cili ka krijuar, kurse ai është al-latiful khabir, do ta shpjegojmë çfarë do të thonë. Ky ajet me të vërtetë është i mrekullueshëm, që të ndalet njeriu në të dhe të analizoj shumë. Dhe njëherë fjala men, kjo është bukuria e fuqisë gjuhës arabe dhe fuqisë së ajeteve të Kuranit. Dhe kanë kuptime të fuqishme, se fjala men, do të thonë mund të jetë edhe kryefjalë këtu, veprues, do të thonë, edhe mund të jetë kundrinor, siç thuhet në gramatik. Do të thonë mund të jetë ajo mbi të cilën bie veprimi. Do thotë ose mund të përkthehet ela ya'lamu man khalaqa, a nuk di ai i cili ka krijuar, ose a nuk e di atë që e ka krijuar. Do të thonë në të dy aspektet që e vërteton se krijimi, pasi në këtë sure u fillu me argumentin e krijimit. Do të thonë fillon do thot fuqia e Allahut subhanahu wa taala, tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa al-mauta wal hayat. Dhe ajetet në vazhdim do të thonë i lartësuar dhe i bekuar është ai në dorën e të cilit është i gjithë pushteti. Pastaj thot ai i cili e ka krijuar jetën dhe vdekjen, pastaj në ajetin tjetër ai i cili ka krijuar 7 qiejt e kështu me radhë. Thotë argumenti i krijimit është argument i domosdoshëm për diturinë absolute të Allahut subhanahu wa taala. Dhe ai i cili ka krijuar nuk ka mundësi mos i di imëcit e krijesave të tij. Do të di çdo gjë për krijesat e tij, sepse ai është krijuesi i vetëm dhe ai është krijuesi absolut subhanahu wa taala. Ose në kuptimin tjetër, si tham, ela ya'lamu man khalaqa, a mendoni se nuk e di atë që e ka krijuar? Do të thonë pasi u fol për gjoksin dhe zemrën, dhe krijuesi i tyre është Allahu.
Dhe a mos mendon njeriu se këtë që e ka kriju Allahu subhanahu wa taala nuk e di në imëci, pa dyshim se ai është krijuesi dhe e di krijesën e tij në secilën imëci. Prandaj në fund të ajetit përmbyllet me këta emra: wa huwa al-latif al-khabir. Do të thonë Allahu, pra siç kemi thënë, shikoni fundi i ajetit dhe përmendja e emrave ose cilësive të Allahut në fund të ajetit, patjetër janë të lidhura me kuptimin e ajetit paraprakisht që është përmend. Dhe fjala latif, do të thënë ose ky emër i Allahut subhanahu wa taala, ka dy domethënie. Ka domethënien se Allahu është i butë edhe është dhurues i dhuntive të shumta me butësinë e tij për krijesat e tij, që Allahu i dërgon shkaqet e mirësive në mënyrë që krijesa nuk i kupton, do të thënë derisa të vinë, edhe të vinë rezultati. Ja çon Allahu udhëzimin njeriu kësaj zemre për cilën u fol, zbret Allahu udhëzimin me shkaqe të mahnitshme, të fshehta. Edhe kjo bën pjesë në cilësinë e lutfit. Lutf, do të thonë kjo butësi edhe mirësi ose dhunti, dhurim i fshehtë, në mënyrë që se kupton krijesa se si vijnë të mirat e Allahut. Ky është njëri kuptimi i emrit Al-Latif. Dhe gjithashtu në aspektin gjuhësor, Latif në kupton diçka që ka të bëjë me imëcit. Do të thonë se Allahu është i gjithdijshëm për secilën imëci. Nuk i mungon prej diturisë së tij asnjë imësi prej imësive të krijesave. Dhe Khabir gjithashtu është një domethënie e ngjashme. Khabir do thotë i gjithdijshëm për realitetin dhe thelbin e çështjeve. Do të shikoni, pra i gjithdijshëm për atë që është në gjokset e njerëzve. I gjithdijshëm për imësit dhe çdo detaj, do të thonë secilin atom të ekzistimit të krijesës, dhe i gjithdijshëm për realitetin e thellë, do të thonë për realitetin e thellë, do thotë jo vetëm për atë njohjen e jashtme ose të sipërfaqësore, do thonë për thellësinë e çështjeve. Allahu është i gjithdijshëm. Kjo është kuptimi i fjalës ose i emrit Khabir. Do të thonë se i njeh në imëci realitetet e thella të secilës çështje. Pra shikoni kur e marrim këtë ajet komplet, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Do të thonë, a nuk e di ai që ka krijuar, ose a nuk e di atë që e ka krijuar, kurse ai është al-latif, do të thonë që i njeh imëcitë dhe që ja dërgon këtë udhëzim zemrës njeriu në mënyrë të imët dhe të fshehtë, dhe është Khabir që e njeh realitetin, si u tha në ajetin e mëparshëm, alimun bi dhatis sudur. Dhatus sudur, edhe kjo ka kuptime të shumta në aspektin gjuhësor dhe kuptimor të ajetit. Do të thënë, dhatus sudur ose është për qëllim ajo që posedon gjoksi, ose është për qëllim për realitetin e gjoksit. Do të thonë, e di Allahu subhanahu wa taala çdo gjë që ka brenda zemrës, dhe e di gjithashtu realitetin e kësaj zemre, do të thonë që vërtetohet pastaj në përmendjen e këtyre dy emrave. Pastaj në ajetin vazhdim thot Allahu i lartësuar: huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi an-nushur. Do të thonë, Allahu është ai që ju ka bërë tokën të përulshme, do të thonë që është e përulur, edhe nënshtruar, e lehtë, pra fjala dhelul, do të thonë, siç i thuhet edhe arabisht i thuhet edhe deves, dhelul, do të thonë që është e nënshtruar dhe e butë. Edhe tërhiqet ka ta tërheqësh. Do thotë kjo është kuptimi i fjalës dhelul. Në këtë mënyrë Allahu e ka krijuar tokën për krijesat e tij, për njerëzit, do të thonë që është e nënshtruar, e lehtë dhe e përulur, që njeriu
mund të ecë mbi tokë, të udhtoj, mund të punoj tokën, të mbjellë në ta, mund të agërmoj që t'i nxjerrë pasuritë e saj prej brendësisë tokës. Gjithashtu mund edhe të ndërtoj përmi tokë. Gjitha këto, pra toka nuk është e egër që mos pranoj diçka prej këtyre, por është e nënshtruar edhe i pranon gjitha ato sipas dobisë që i nevojitet njeriu. Pra huwa alladhi ja'ala lakumul arda dhalulan. Pra Allahu është ai që ju ka bërë tokën të mposhtur, si më thon, ose të nënshtruar ndaj jush dhe të lehtë, të dëgjueshme, do të thënë të bindur, pra atë që do ti prej tokës, atë e bën në tokë. Thot famshu fi manakibiha. Prandaj ecni nëpër anët e tokës, udhtoni nëpër tokë, wa kulu min rizqihi, edhe hani prej furnizimit të Allahut. Do thot, ky është urdhër për t'i bërë shkaqet për fitimin e rizkut. Edhe Allah na ka urdhëruar që të ecim nëpër tokë, t'i bëjmë sebepet, do thot. Jo të presim pa lëvizje, do të thënë pa punë, pa aktivitet, por urdhëron për aktivitet, aktivizëm, për të lëvizur nëpër tokë dhe për ta gjetur furnizimin që e ka shpërnda Allahu subhanahu wa taala gjithandej. Pra ecni nëpër tokë dhe hani prej furnizimit të tij, që do të thonë se një pjesë e madhe e furnizimit është i shpërndar ose është e shpërndar nëpër tokë. Një pjesë e madhe e furnizimit është e shpërndar nëpër tokë. Edhe njeriu duhet t'i bëj këto shkaqe, do të thonë të hulumtoj ose me punimin e tokës, ose me hulumtim nëpër tokë, ose me tregti gjithashtu. Ecja nëpër tokë është edhe kuptimi i tregtisë. Dhe gjitha këto janë shkaqe të furnizimit. Dhe këtu Allahu subhanahu wa taala me këtë ajet, si kanë përmendur Sheikh Uthaymin edhe të tjerë, tregon se muslimanët e kanë për detyrë t'i bëjnë shkaqet e përparimit, edhe shkaqet e ngritjes. Dhe Islami nuk na ka ndalu asnjë rrugë që çon drejt përparimit, që nuk është haram. Do të thënë, rrugët e përparimit dhe ngritjes së shoqërisë, edhe individit, ngritjes së shtetit, do të thënë, të gjitha shumica e rrugëve për ngritje dhe për përforcim janë halal. Dhe për ato Allahu na ka nxitur që t'i bëjmë. Nuk është ndaluar në Islam, do thotë nuk ndalohet përparimi. Edhe nuk është përparimi i lënë për mosbesimtarët. Përkundrazi, nëse muslimani i bën këto shkaqe që i përmendëm, do të thënë hulumton, hec, punon, edhe bën tregti e kështu me radhë, patjetër se do të përparoj dhe do të ngrihet. Edhe është i lëvdum. Do thënë këtë Allahu e ka dashur dhe e ka nxitur. Kurse nuk kanë mbetur muslimanët në këtë nivel të rënjes ose nivel të ulët që t'jenë para armiqve të dobët, nuk kanë mbetur përveç se kur e kanë braktisur fenë, edhe i kanë braktisur mësimet e fesë. Pastaj rrjedhimisht e kanë braktisur edhe punën e dunjas dhe përparimin për cilin na ka nxitur Allahu subhanahu wa taala. Kur muslimanët i kthehen fesë, të kapen fuqimisht, ashtu si urdhëron kjo fe e madhërishme, dhe t'i bëjnë shkaqet si ka urdhëruar Allahu. Allahu ka thënë: "Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum." Do të thonë, përgatituni për armiqt sa të keni mundësi, me maksimumin e mundësive që i keni, përgatitni. Dhe në atë është përmendur, do thotë, kalorimi, gjuajtja me shigjeta dhe çdo fuqi, min quwwa, do të thonë përgatitni fuqi, çka turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Do të thonë që ta friksoni armikun Allahut dhe armikun tuaj. Edhe friksimi i armikut është shkaku më i madh për evitimin e luftës. Pra nuk është qëllimi, urdhri i këtij ajeti nuk është për të vrarë njerëz, por kur muslimani është i fuqishëm që friksohet armiku, atëherë evitohet lufta. Do të thotë nuk marrin guxim
mosbesimtarët që t'i sulmojnë muslimant, dhe gjithashtu rruga e davetit hapet, edhe në shumicën e rasteve nuk do të ketë nevojë për luftë për tu përhap Islami, por ndonjëherë kur është nevoja, atëherë gjithashtu edhe zbatohet edhe lufta, është në pjesë e ligjeve të Allahut subhanahu wa taala. Por qëllimi është se Allahu na ka nxitur për përgatitje, për ngritje, për parim, edhe për forcim edhe të ekonomisë, edhe të teknologjisë. Dhe gjitha këto janë që burojnë nga feja jonë madhështore. Pra ecni në për tokë, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi, do thënë ecni në për tokë, në për anët e tokës dhe hani prej furnizimit të Allahut subhanahu wa ta'ala. Wa ilayhi an-nushur, dhe tek ai është kthimi ose ringjallja. Do të tek Allahu do të ringjalleni. Edhe ky është një përkujtim i mrekullueshëm gjithashtu në këtë ajet, pasi ka nxitje urdhrim për shkaqet materiale, për jetesën tokë dhe pasi përmendet rizku, bëhet përkujtim se kjo përpjekje për të përparuar e për të ngritur nuk duhet të jetë synimi i fundit, por duhet njeriu ta di se kthimi dhe ringjallja është te Allahu subhanahu wa taala. Do të thënë i bën shkaqet ato që janë me halal. Prandaj do të thënë ky përkujtim se mos harroni se tek Allahu do të ktheheni. Pra udhtoni në për tokë, kërkoni furnizim, përparoni dhe ngrihuni, mirëpo mos i shkelni haramet, mos i lini anash obligimet që i keni para Allahut, se duhet ta dini se tek Allahu do të ktheheni dhe para atij do të ringjalleni dhe do të jepni llogari për atë që keni bërë. Pra këtu është qëllimi se njeriu duhet ta di se në këtë jetë, në këtë dunja, është me të vërtetë musafir. Do të thënë nuk duhet ta ketë dunjan vendbanimin e tij të përhershëm. Pra ta llogarisë si vendbanimin e tij ose vatanin e tij, që nuk do t'i ndahet. Patjetër, do të thënë është në një periudhë të caktuar, është musafir ose është i lanë me qira që pasurohet sa më shumë. Do të thënë, me të vërtetë, kjo dunja është gurbet për besimtarin. Si të shkon gurbetçari, gurbet, për një periudhë të shkurt mundohet që të mbledh pasuri edhe të kthehet në vendin e vet. Edhe nuk ndalet atje ta ndërtoi, do thotë, vendbanimin e tij edhe ta shpenzoj gjithë kohën e tij vetëm për atë vend, por punon me minimumin e harxhimeve atje dhe maksimumin e fitimit që të kthehet në vendin e vet. Kështu njeriu është në dunja, do të thënë është këtu për të fituar, për ahiret. Edhe duhet përpiqet maksimum për grumbullim sa më të madh të pasurisë prej besimit të saktë dhe veprave të mira, nijeteve të pastra, të mbledh bamirësi të shumta, do të thonë që të ketë pasuri më të madhe kur të kthehet në vendin e tij të përhershëm, që është ahireti. Edhe jo të ndalet këtu sikur është vend i përjetësisë së tij, ose sigur nuk ka vend tjetër, siç janë shprehur disa prej dietarëve. E kemi përkthyr në një prej këtyre përkthimeve se dunjaja është vendbanim i atij që nuk ka vendbanim, ose është vatani i atij që nuk ka vend. Nuk ka, do të thënë mendon se nuk ka vend në xhenet. Edhe ai është i angazhuar me dunjan, që mundohet vetëm këtu të jetojë edhe ta përsos jetën në dunja. Kurse ai që e di vendin e tij, edhe shpreson vendin e tij në xhenet, do të thënë atëherë dunjan e shfrytëzon që të jetë për furnizim më të madh për ahiret. Do të thënë për grumbullim të veprave të mira, të besimit drejt, të diturisë së saktë, njohjes së saktë të Allahut subhanahu wa taala dhe si thamë nijeteve të pastra e kështu me radhë. Këtu kanë përmendur disa prej dietarëve një kuptim të bukur në lidhje me urdhrin për të ecur. E keni dëgjuar shumë herë ndoshta. Thot Allahu, famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Do të thënë ecni në anët e botës dhe hani prej furnizimit të Allahut. Pra kur është urdhri për furnizimin, Allahu ka thënë ecni. Edhe kam thënë, pra siç është
rëndësia e qëllimit, ashtu është edhe shpejtësia e shkuarjes për atë qëllim. Do të thënë, sa është i rëndësishëm qëllimi, sa është pesha e qëllimit, ashtu është shpejtësia e shkuarjes drejt atij qëllimi. Për furnizimin ka thënë ecni, kurse për përmendjen e Allahut dhe për namazin e xumas ka thënë fas'au ila dhikrillah. Do të thënë vraponi për në përmendjen e Allahut. Për arritjen e xhenetit dhe faljes, për arritjen e faljes së Allahut subhanahu wa taala, ka thënë Allahu wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Do të thënë garoni, pra jo vetëm vrapim, po vrapim më i shpejt që t'i parakaloni të gjithë të tjerët për të arritur faljen e Allahut dhe për të arritur xhenetin. Kurse për të shkuar tek Allahu, për t'ju afruar Allahut subhanahu wa taala, ka thonë fafirru ila Allah. Do të thonë ikni drejt Allahut. Do të thonë ikni sikur kur ik njeriu prej rrezikut të madh, do të thonë është vrapim edhe më i shpejt se sa vrapimi për duke garu për ta fituar vendin e parë. Do të thonë për furnizimin ecni, për namazin vraponi, për xhenetin dhe faljen e Allahut garoni, dhe për Allahun subhanahu wa taala ikni drejt Allahut të lartësuar. Për edhe njerë të kthehemi për çështjen e fjalës khashje, që do thot frikë me madhrim dhe frikë e thellë, do thot se njeriu duhet të ketë frikë Allahut subhanahu wa taala edhe në fshehtësi edhe në publik, edhe në atë që është e dukshme dhe atë që është e brendshme, që është e fshehtë, pra dhe atë që ka në zemër në ato momente në mendimet e tij, do thot duhet ta ketë parasysh mbikëqyrjen e Allahut dhe të friksohet prej madhrisë së Allahut subhanahu wa taala, sepse ka shumë njerëz që duket se i friksohen Allahut në të dukshmen, mirë po nuk është çështja dhe ajo fokusi te ajo e dukshmja, por ajo çështja më e rëndë dhe më e rëndësishme është brendësia e njeriut. Ajo që ku nuk arrin jo vetëm shikimi i njerëzve, nuk arrin shikimi i njerëzve, por as nuk arrin në asnjë mënyrë dituria e njerëzve. Nuk ka mundësi njerëzit ta dinë çka kanë në zemër. Dhe për këtë çka këtu, do të thonë njeriu duhet i friksohet Allahut subhanahu wa taala. Edhe këtu duhet ta përmirësoj raportin e tij me Zotin e lartësuar. Për këtë çka Allahu i ka lëvdu ata që i friksohen Allahut bil ghaib, do të thonë në fshehtësi. Nga thonë innal ladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Do të thonë ata që i friksohen Zotit të tyre në fshehtësi kanë falje dhe shpërblim të madh. Në ajet tjetër, alladhina yakhshawna rabbahum bil ghaib wa hum min as-sa'ati mushfiqun, do të thonë ata që i friksohen Zotit të tyre në fshehtësi dhe janë të friksuar në lidhje me ditën e Kiametit. Po ashtu ka thonë men khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin salim, pra kur përmenden për banorët e xhenetit, ata të cilët janë friksuar të gjithë mëshirshmit në fshehtësi dhe kanë ardhur me zemër wa jaa bi qalbin munib. Men khashiya ar-rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib, do thot ata që i friksohen të gjithë mëshirshmit në fshehtësi dhe vinë me zemër të penduar, do thënë të kthyer te Allahu subhanahu wa taala. Pa ashtu ka thënë Allahu li ya'lam Allahu man yakhafuhu bil ghaib, do thënë që Allahu i çon këto sprova, do thotë që të dallohet kush i friksohet Allahut në fshehtësi. Sepse kështu në pamjen e jashtme, kjo është më e lehta, që njerëzit mund të shfaqin se kanë frikë nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe te ajeti tjetër që tham wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bi dhati as-sudur, do të thonë ndaçi fshihini fjalët, ndaçi shfaqini ato, do të thonë ato janë, Allahu është i gjithdijshëm për realitetin e zemrave, për atë që ka në brendësinë e zemrave. Kjo është po ashtu paralajmërim për njeriu që të ruhet
Prandaj ka thënë Allahu wa yuhadhdhirukumullahu nafsahu. Do të thënë Allahu ju paralajmëron ju për veten e tij. Do të thënë që të ruheni edhe mos mendoni se mos mendoj njeriu se veç para njerëzve mund të shitet, por duhet të ketë parasysh mbikëqyrjen e Allahut subhanahu wa taala dhe të ruhet nga shikimi i Allahut. Çka do të thonë? Të ruhet që mos ndodh që Allahu ta shohë në një vend ku Allahu nuk është i kënaqur, ose ta shohë në një pozitë me të cilën Allahu nuk është i kënaqur, sepse Allahu është që sheh gjithçka. Po ashtu në lidhje me ajetin se Allahu e ka bërë tokën të nënshtruar për ju, prandaj ecni në anët e saj dhe hani prej furnizimit të Allahut. Kjo është edhe një nxitje se njeriu duhet të haj nga fitimi i dorës së tij, edhe mos prez, do të thonë, nga njerëz tjerë që t'i japin lëmosh ose sadaka ose zakat ose do të thonë lëmosha të këtilla, por ta fitoj vet ose me punë ose me zanat ose me tregti, do thotë e fiton vet ushqimin e vetvetes dhe familjes së tij. Të urdhri famshu fi manakibiha, do të thonë ecni nëpër anët e tokës. E dim se urdhri në Kur'an ose në Sunet nënkupton obligim, do të thonë kupton se ajo është obligim. Por këtu në këtë ajet, do të thonë ky urdhër është për lejim, pasi ka konteksti i ajeteve tregon ndonjëherë se nuk është për qëllim urdhri për obligim. Prandaj kjo është rregulla, dhe urdhri nënkupton obligim, përveç nëse e largon nga kuptimi i obligimit ndonjë argument. Dhe argumenti është vetë konteksti i ajetit, siç është te surja Jumu'a, do të thonë fa idha qudiyatis salatu fantashiru fil ard, do të thonë kur të mbaroj namazi, shpërndahuni nëpër tokë. Pra ky urdhër nuk është për obligim, por është që e keni të lejuar, do thotë atëherë të shpërndaheni. Edhe këtu pasi është përmendur dhuntia që na e ka dhënë Allahu, na e ka bërë tokën të përshtatshme, atëherë keni drejt edhe jeni të nxitur, do të thonë të ecni nëpër tokë dhe ta kërkoni furnizimin e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj përmendëm, do të thënë lidhje me këtë ajet, si Islami nxit për përparim të dobishëm. Do të thënë përparimi që u sjell dobi njerëzve, jo përparimi i shthurjes së moralit. Do të përparim me ngritje, lehtësim të jetesës, do të thonë, jo përparimi prishjes edhe daljes prej kufive, se përndryshe ajo është në realitet kthim mbrapa, edhe prishje e jetesës së njerëzve. Po, do thotë këto janë disa prej dobive që kemi mundur të mbledhim lidhje me këto ajete. Elusim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta që të na bëjë të dobishme atë që na e ka mësuar, na mësoj atë që na bën dobi, na shtoj deturinë që na bën dobi në dunja dhe në ahiret, dhe ta përmirësoj gjendjen tonë në tërësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.